Në Kërqov, në afërsi të fshatit serbian, poshtë centralës po ndërtohet një stacion ngarkim-shkarkimi për mbeturinat në Kërqov. Javë më parë në televizionin 21 reaguan banorët e fshatrave nga Serbiani e deri në Plasnic, duke kundërshtuar këtë veprim të komunës, por zëri i tyre nuk u dëgjua. Kryeministri Hristijan Mickoski kujtoi se janë në bisedime me pronarin e një toke private për të ndërtuar stacionin dhe në këmbim t'i japin tokë shtetërore. Изградба на регионална депонија во Новаци од никаде повторно го создадовме на самиот почеток и тој проект е прилично доста во напредна фаза. Претоварна станица локација се бираше овдека во Кичево, од ова кое што сум информиран е најдена таква локација. Се работи со сопственикот на таа локација на замена на земјиште во државна за приватна собственост и откако тоа ќе се направи, тогаш ќе имаме готова таа претоварна станица. Kjo gjë vazhdon të shtojë revoltën tek banorët të cilët insistojnë se nuk do të ndalen, do të luftojnë deri në fund, por kryetari i komunës së Kërqovës, Aleksandr Jovanovski, mundohet t'i qetësojë duke i siguruar se nuk është një deponi, por stacion ngarkim-shkarkimi për mbeturinat. Во Кичево е предвидена претоварна станица, не депонија. Тоа мора да го објасниме, да го знаат нашите граѓани, и многу ми е важно. Значи во таа претоварна станица ќе биде по сите светски стандарди, хортикултурно уредена, заградена, асфалтирана, ќе нема отпадни води, ќе нема загадување на почва, а што е најважно, ќе нема ѓубре. Она ѓубре што на дневна основа ќе се собира, сметот од градот, ќе се претовара, затоа ја нарекуваме претовар. Ќе се претовара во поголеми камиони и ќе се изнесува во регионалната депонија во Новаци. Sipas të gjitha gjasave, deponia në Novaci të manastirit do të jetë gati në vitin 2029. Andaj banorët janë të shqetësuar se sa mbeturina do të mblidhen për 3 vite në atë lokacion ku po ndërtohet stacioni dhe i cili është shumë afër vendbanimeve, sidomos fshatit serbian, ndërsa pikërisht në atë vend ka fusha që punohen dhe shtëpiza vikendi.